Horoskopi mujor shkurt 2026, Dashi, shkurtit i shtohet pak sheqer për ty, Dashi. Ky muaj të gjen me dëshirën e madhe për të shoqëruar dhe për të ndjerë pjesë e një komuniteti. Fillimi i muajit është perfekt për të zgjeruar rrjetin e njohjeve dhe për të kërkuar mbështetje të njerëzit që të rrethojnë, ata janë gati të të duartrokasin për synimet e tua të reja, më një shkurt. Hëna e plot të luani të dhuron një dozë të fortë vetbesimi. Mund të marrësh lajme emocionuese ose të përjetosh një moment pasionant në dashuri. Është koha të numërosh bekimet dhe të shijosh momentin. Menjëherë pas kësaj, më 3 shkurt, pritet diçka e papritur në financat e tua. Mund të jetë një ide e re biznesi, një rritje rroge apo edhe një blerje e nxituar. Përdore këtë energji për të gjetur mënyra inovative se si të menaxhosh paratë. Nga data 6 shkurt, do të ndihesh më i përgjumur se zakonisht. Mërkuri te Peshqit të kërkon të pushosh dhe të mësosh të thuash jo. Besoj instinktit tënd gjatë kësaj kohe, pasi shenjat rreth teje do të tregojnë rrugën e duhur. Edhe në dashuri, pas datës 10 shkurt, do të bëhesh pak nostalgjik. Mund të shfaqen ish partner në përëndra ose të kërkosh një lidhje më shpirtërore me njerëzit e zemrës. Një moment kthese vjen më 13 shkurt, kur Saturni hyn në shenjën tënde. Kjo është koha për të marrë seriozisht me veten, për të vendosur kufi dhe për të përkushtuar ndaj mirëqenies tënde. Do të ndihesh sikur po merr frenat e jetës në dorë. Më 17 shkurt, një eklips diellor të ujori mund të sjellë ndryshime dramatike në rrethin tënd shoqëror. Mund të ketë debate me miq, por edhe takime të shkruara nga fati që do të ndihmojnë të realizosh ëndrat. Me hyrjen e diellit të Peshqit më 18 shkurt, do të mbyllësh një cikël të vjetër për t'i hapur rrugë të resë. Fundi i muajit kërkon kujdes. Më 20 shkurt mund të përballesh me ndonjë pasiguri ose lajm zhgënjyes, por kjo do të shërbejë për të rreshtuar në rrugën e duhur. Fundi i muajit kërkon kujdes. Më 20 shkurt mund të përballesh me ndonjë pasiguri ose lajm zhgënjyes, por kjo do të shërbejë për të rreshtuar në rrugën e duhur. Nga data 25 shkurt, Mërkuri kthehet në prapavi, gjë që mund të shkaktojë vështirësi me gjumin. Shfrytëzoje këtë kohë për të shëruar emocionalisht dhe për të lënë pas zakonet që të pengojnë. Demi, shkurti është muaji i riformimit tënd të ri. Po e merr shumë seriozisht drejtimin që do të marrë jeta jote dhe po peshon me kujdes çdo lëvizje. Ky muaj nis me fokusin te karriera, mbase po kërkon një rritje rroge, një ngritje në detyrë ose po mendon të ndryshosh tërësisht profesion. Është koha të shkëlqesh dhe të marrësh vlerësimin që meriton. Më një shkurt, hëna e plot të luani sjell ndryshime në shtëpi dhe në jetën private. Mund të jetë një zhvendosje, një vendim i rëndësishëm familjar ose thjesht një moment ku emocionet e së kaluarës dalin në sipërfaqe për të shëruar. Më 3 shkurt, me Uranin që lëviz drejt në shenjën tënde. Do t'i surprizosh të gjithë. Nuk ka më vend për të fshehur, je gati të rrezikosh dhe të jesh vetvetja, pa u shqetësuar se çfarë mendojnë të tjerët. Nga data 6 shkurt, energjia jote fokusohet te ëndrat dhe miqt. Është një kohë e shkëlqyer për bashkëpunime dhe për të kërkuar komunitetin ku ndihesh mirë. Kur Afrodita të hyjë te Peshqit më 10 shkurt, sharmi yt do të jetë i pakonkurrueshëm. Njerëzit do të tërhiqen nga idetë e tua dhe mund të marrësh oferta apo mbështetje që nuk i prisje. Një fazë më reflektuese nis më 13 shkurt. Do të fillosh të merresh seriozisht me shëndetin tënd mendor dhe zakonet e përditshme. Është koha të thyesh modelet e vjetra që të mbajnë peng. Më 17 shkurt, një eklips i fuqishëm të ujori vë në qendër të vëmendjes qëllimet e tua afatgjata. Ky eklips mund të sjellë një kthes të madhe në karrierë ose një moment historik në jetën tënde personale. Me hyrjen e diellit të Peshqit më 18 shkurt, jeta sociale nxehet. Evente, festa dhe takime pune do të jenë në agjendën tënde. Është momenti perfekt për të prezantuar projektet e tua. Megjithatë, më 20 shkurt do të përballesh me një provë realiteti.
Nëse i ke bërë bisht përgjegjësive apo ke mbajtur një zakon të dëmshëm, do të detyrohesh të vendosësh kufi dhe të ndryshosh rrugë. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavi nga data 25 shkurt. Miqtë e vjetër ose ish simpatit mund të rishfaqen në jetën tënde. Përdore këtë kohë për të zgjidhur keqkuptimet e vjetra ose për t'ju rikthyer një projekti që e ke lënë përgjysmë me një frymëzim të ri. Binjakët, këtë muaj duhet t'u kushtosh vëmendje të veçantë ëndrave dhe mendimeve të tua. Me diellin të ujori, mendja jote është më e mprehtë se kurrë dhe dëshira për të mësuar gjëra të reja është në kulm. Është koha ideale për të nisur një kurs, një gjuhë të huaj ose për të ndarë idetë e tua me të tjerët. Tregimet e tua do të frymëzojnë çdo që të dëgjon. Më një shkurt, hëna e plot të luani sjell një pikë kthese në komunikim. Mund të thuash një të vërtetë të madhe ose të zbulosh diçka shumë personale që do të çlirojë. Ndërkohë, më 3 shkurt, Urani do të mbajë zgjuar me ide dhe frymëzim të papritur. Ëndrat e tua mund të jenë teje të gjalla dhe plot mesazhe. Dëgjoj intuitën për të thyer ndonjë zakon të vjetër. Nga data 6 shkurt, me Mërkurin të Peshqit, do të fillosh të mendosh seriozisht për planet afatgjata. A të përmbush ende puna që bën? Mund të kërkosh një pozicion të ri ose rritje rroge. Kur Afërdita të hyjë te Peshqit më 10 shkurt, suksesi do të ndjek kudo. Do të marrësh vlerësimin që të takon, mund të bëhesh viral në rrjetet sociale ose thjesht do të shkëlqesh në sytë e të tjerëve. Më 13 shkurt, Saturni të kërkon të rishikosh rrethin shoqëror dhe synimet e tua. Është koha të vendosësh kufi me miqt ose të angazhohesh më shumë në komunitet. Eklipsi i 17 shkurtit të ujori mund të sjellë lajme të shkruara në fat. Mund të vendosësh të udhëtosh, të studiosh ose të nisësh një rrugëtim që do të ndryshojë mënyrën si e sheh botën. Me hyrjen e diellit të Peshqit më 18 shkurt, vëmendja do të jetë e gjitha mbi ty. Ky është një muaj progresi për çdo projekt që ke në duar. Megjithatë, më 20 shkurt mund të përjetosh një zhgënjim të vogël ose një pengesë në një qëllim të vjetër. Mos u dorëzo, thjesht ndrysho strategji. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavi nga 25 shkurti. Kolegë të vjetër mund të rishfaqen me propozime të reja. Edhe pse mund të ketë vonesa apo keqkuptime në punë, përdore këtë fazë për të reflektuar nëse dëshiron të ndryshosh drejtimin profesional. Gaforja, ky muaj të fton të njihesh më mirë me veten dhe të zhytesh në thellësitë e shpirtit tënd. Shkurti nis në shenjën e ujorit, duke të nxitur të lësh pas guaskën mbrojtëse dhe të eksplorosh anën tënde të prekshme. Mund të përballesh me frikëra ose pasiguri që i ke injoruar, por kjo do të sjellë një çlirim emocional të nevojshëm. Nga ana praktike, do të jesh i fokusuar te financat, shlyerja e borxheve apo rregullimi i dokumenteve të rëndësishme. Më një shkurt, hëna e plot sjell ndryshime në portofolin tënd. Mund të mbyllësh një projekt të madh, të marrësh përgjegjësi të reja ose të rregullosh buxhetin për një blerje të rëndësishme. Më 3 shkurt, shoqëria do të surprizojë. Mund të marrësh ftesa të papritura ose të njohësh njerëz që do të mbështesin në qëllimet e tua. Ky është momenti për të rrethuar nga njerëz që të frymëzojnë. Nga data 6 shkurt, me Mërkurin të Peshqit, do të kesh dëshirë të mësosh gjëra të reja dhe të zgjerosh horizontin. Është koha e duhur për udhëtime, kurse ose biseda që të hapin mendjen. Afërdita të Peshqit më 10 shkurt, fjalët e tua do të kenë ëmbëlsi dhe sharm. Në dashuri, do të kërkosh dikë që të stimulon mendërisht dhe me të cilin mund të bisedosh gjatë. Më 13 shkurt, karriera jote bëhet më serioze ose kërkon më shumë mund me hyrjen e Saturnit të Dashi. Mund të marrësh një promovim, por edhe të ndihesh i stresuar nga mungesa e vlerësimit. Kjo periudhë do të ndihmojë të vendosësh kufi profesional dhe të fokusohesh te ajo që vlen vërtet. Eklipsi i 17 shkurtit do të prek financat e përbashkëta dhe investimet, duke të nxitur të kesh biseda të sinqerta me partnerët për parat. Me diellin të Peshqit më 18 shkurt, do të marrësh lajme që do të ndihmojnë të vendosësh për të ardhmen. Megjithatë, më 20 shkurt mund të përjetosh një zhgënjim në marrëdhëniet e tua ose në punë.
Shikoje këtë si një mundësi për të mbrojtur veten dhe për të rikthyer në rrugën tënde të vërtetë. Megjithatë, më 20 shkurt mund të përballesh me një përplasje me realitetin ku një ide që kishe mund të rezultojë e gabuar. Qëndro i fort edhe nëse ndihesh i pasigurt. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavin nga 25 shkurti, duke sjellë vonesa në pagesa ose dokumente financiare. Mos u streso, përdore këtë kohë për të rregulluar llogaritë dhe për të shkëputur përfundimisht nga e kaluara. Luani, ky muaj të vendos në qendër të marrëdhënieve, luan. Shkurti nis me fokusin të personat e tu të zemrës dhe bashkëpunimet e ngushta. Nëse je vetëm, do të kesh dëshirë të gjesh dikë, ndërsa ata që janë në çift do të investojnë më shumë te partneri. Është koha e duhur për të trajtuar modelet e vjetra në lidhjet e tua dhe për të zgjidhur problemet që i ke lënë pas dore. Më një shkurt, hëna e plot në shenjën tënde e bën çdo gjë shumë personale. Mund të arritësh një qëllim të rëndësishëm ose të ndash diçka të madhe me botën, shfaqe veten tënde më autentike. Më 3 shkurt, karriera jote do të ketë lëvizje të papritura. Mund të marrësh vlerësime të papritura ose të vendosësh të ndryshosh tërësisht drejtimin profesional drejt diçkaje që të tjerët nuk e presin. Nga data 6 shkurt, me Mërkurin të Peshqit, do të merresh me financat, borxhet ose investimet. Kur Afrodita të hyjë te Peshqit më 10 shkurt, intimiteti në lidhjet e tua do të rritet. Do të ndihesh gati të ndash frikërat dhe pasiguritë me njerëzit që beson, gjë që do t'i forcojë lidhjet tuaja. Ky transit mund të sjellë edhe një lehtësim financiar. Më 13 shkurt, mund të ndjesh një rënje të humorit ose pasiguri me hyrjen e Saturnit të Dashi. Lajme sfiduese mund të kërkojnë pjekuri nga ana jote, por kjo do të ndihmojë të përkushtohesh ndaj ideve të reja. Eklipsi i 17 shkurtit të Ujori sjell kthesa fati në partneritetet e tua. Mund të vendosësh kufi të fortë ose të kesh biseda zemër me zemër që ndryshojnë gjithçka. Më 18 shkurt, do të ndihesh më i ndjeshëm. Është koha të falësh veten për gabimet e së kaluarës dhe të merresh me shërimin tënd shpirtëror. Megjithatë, më 20 shkurt mund të përballesh me një përplasje me realitetin ku një ide që kishe mund të rezultojë e gabuar. Qëndro i fort edhe nëse ndihesh i pasigurt. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavin nga 25 shkurti, duke sjellë vonesa në pagesa ose dokumente financiare. Mos u streso, përdore këtë kohë për të rregulluar llogaritë dhe për të shkëputur përfundimisht. Virgjëresha, ky muaj kërkon që të heqësh syzet roz dhe t'i shohësh gjërat ashtu siç janë. Virgjëresh. Shkurti nis me fokusin të rutina jote ditore dhe shëndeti. Është koha perfekte për të thyer zakonet e këqija dhe për të mësuar se si të vendosësh kufi. Nëse ke punuar fort, vlerësimi që meriton do të fillojë të duket në horizon. Më një shkurt, hëna e plot të Luanit të bën shumë introspektiv. Do të kuptosh cilat situata apo cikle në jetën tënde kanë përfunduar. Mund të ndjesh pak trishtim, por jepi vetes hapësirë, sepse një fillim i ri po vjen. Më 3 shkurt, një lajm i papritur mund të ndryshojë tërësisht mënyrën si e sheh botën. Mund të marrësh një vendim të rrufeshëm për të udhëtuar ose për të nisur një kurs të ri. Nga data 6 shkurt, me Mërkurin të Peshqit, vëmendja jote kalon te njerëzit e rëndësishëm. Nëse je vetëm, do të kërkosh një lidhje serioze. Nëse je në çift, do të punoni për të forcuar lidhjen. Kur Afrodita të hyjë te Peshqit më 10 shkurt, harmonia në marrëdhënie do të rritet. Mund të vendosësh të bashkëjetosh me partnerin ose të ndihesh më mirënjohës për miqtë e ngushtë. Më 13 shkurt, Saturni të shtyn të merresh me financat dhe borxhet. Mund të jetë koha për të rishikuar kontratat ose për të nisur një rrugëtim shërimi me një terapist për të përballuar ankthet e tua. Eklipsi i 17 shkurtit të Ujori sjell një ndryshim të madh në punë apo në përditshmërinë tënde. Një punë mund të mbyllet për të zëvendësuar nga një rol që të përshtatet më shumë. Me hyrjen e diellit te Peshqit më 18 shkurt, do të marrësh vendime të rëndësishme për dashurinë. Është momenti të shohësh nëse ka sjellje varësie në lidhjet e tua dhe t'i korrigjosh ato.
Megjithatë, më 20 shkurt mund të kesh një shqetësim financiar ose një pagesë të harruar që kërkon vëmendje. Përdore këtë moment për të riorganizuar buxhetin. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavi nga data 25 shkurt. Ish partnerët mund të rishfaqen në mesazhet apo ëndrat e tua. Gjatë javëve të ardhshme, do të duhet të vendosësh nëse dikush nga e kaluara meriton vërtet një vend në të ardhmen tënde apo është më mirë ta lësh pas përgjithmonë. Peshorja, ky muaj të kërkon të kalosh në veprim. Shkurti nis në shenjën e ujorit, duke të kujtuar të gjesh më shumë kohë për gëzimin, romancën dhe kreativitetin. Do të ndihesh më magnetike se zakonisht, prandaj është koha perfekte për të dalë në takime dashurie ose për të dhënë jetë projekteve tua artistike. Vetbesimi yt do të jetë në kulm, më një shkurt, hëna e plot të luani sjell një arsye për të festuar. Mund të arrish një objektiv të rëndësishëm ose thjesht të kalosh një natë të paharrueshme me miq. Shfrytëzoje vëmendjen që do të marrësh. Më 3 shkurt, financat mund të surprizojnë. Mund të vi një ide e papritur për të shlyer borxhet ose një kontratë e re në email. Edhe pse mund të ndihesh pak e pasigurt emocionalisht, kjo fazë do të të ndihmojë të çlirohesh nga hijet e së kaluarës. Nga data 6 shkurt, përditshmëria bëhet më intensive. Me shtimin e përgjegjësive, do të detyrohesh të vendosësh kufi dhe të organizosh më mirë kohën. Kur Afrodita të hyjë te Peshqit më 10 shkurt, do të marrësh mbështetjen që të duhet. Mund të marrësh lëvdata në punë ose të gjesh zgjidhje për probleme që të kanë lodhur. Është kohë e mirë për të kujdesur për trupin, mbase me një masazh apo palestër. Më 13 shkurt, Saturni sjell një provë realiteti në marrëdhëniet e tua të ngushta. Nëse ka probleme që i ke fshehur, tani duhet t'i adresosh. Disa lidhje mund të përfundojnë, ndërsa të tjerat do të kalojnë në një nivel më serioz. Eklipsi i 17 shkurtit të ujori sjell takime që duken si të shkruara në fat. Mund të zbulosh pasione të reja ose të takosh diçka që të ndryshon jetën. Me hyrjen e diellit të Peshqit më 18 shkurt, vëmendja kalon te shëndeti dhe puna. Do të kesh guximin të mbrosh veten dhe të thyesh zakonet që nuk të shërbejnë më. Megjithatë, më 20 shkurt mund të përjetosh një zhgënjim në një lidhje të ngushtë. Shikoje këtë si një mundësi për të parë ku janë çarjet në themele dhe për t'i rregulluar ato. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavi nga 25 shkurti. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavi nga 25 shkurti. Mund të shfaqen pengesa të papritura, por kjo është një mundësi për të gjetur një ekuilibër më të mirë mes punës dhe jetës private. Vendos kufi dhe kujdesu më shumë për veten. Akrepi, ky muaj është një përzierje emocionesh, akrep, por mbi të gjitha të fton të merresh me jetën tënde private. Shkurti nis në shenjën e ujorit, duke sjellë vëmendjen te familja, shtëpia dhe e kaluara. Është një kohë shëruese ku mund të thyesh modele të vjetra familjare ose të marrësh vendime për banesën. Mund të ndihesh pak i lodhur emocionalisht, ndaj bëj pushim dhe lëri të shkojnë gjërat që nuk të shërbejnë më. Më një shkurt, hëna e plot të luani ndriçon karrierën tënde. Mund të ndryshosh punë, të arrish një sukses të madh ose të festosh përpjekjet e tua. Mos harro të duartrokasësh veten. Më 3 shkurt, marrëdhëniet e tua të ngushta do të pësojnë tronditje të papritura. Mund të jetë një sherr i papritur me një mik, por edhe një ofertë jete që të vjen në email. Urani do të sjellë surpriza që do të tundin botën tënde të lidhjeve intime. Nga data 6 shkurt, me Mërkurin te Peshqit, do të rikthehesh te gëzimi dhe hobit. Është kohë perfekte për romancë dhe argëtim. Kur Afrodita të hyjë te Peshqit më 10 shkurt, magnetizmi yt do të jetë i jashtëzakonshëm dhe fati do të jetë me ty. Shfrytëzoje këtë moment për të manifestuar dëshirat e tua. Universi është gati të të ndihmojë. Më 13 shkurt, Saturni të vendos para përgjegjësisë për kufit që vendos me të tjerët. Do të rishikosh se ku e shpenzon energjinë dhe a është ajo e ndërsjell. Eklipsi i 17 shkurtit të ujori sjell kthesa fatin në familje.
Mund të ketë fillime ose mbyllje ciklesh me të afërmit apo me vendbanimin. Jepi vetes kohë për të procesuar këto ndryshime të mëdha. Me hyrjen e diellit të peshqit më 18 shkurt, do të ndihesh më kreativ dhe i gjallë. Lëre fëmijën tënd të brendshëm të udhëheq dhe shijo momentin. Megjithatë, më 20 shkurt, një angazhim profesional ose personal mund të marrë fund pa pritur. Edhe pse mund të jetë zhgënjyese, kjo po liron hapësirë për diçka më të mirë. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavi nga data 25 shkurt. Ish partnerët dhe dashuritë e vjetra mund të rishfaqen në jetën ose ëndrat e tua. Reflekto mbi atë që mund të mësosh nga këto lidhje të vjetra dhe mos nguro t'i rikthehesh një pasioni që e ke lënë pas dore. Shigjetari, ky muaj ka të bëjë me vënien e vetes në plan të parë dhe përdorimin e zërit tënd, shigjetar. Shkurti nis në shenjën e ujorit, duke nxitur kuriozitetin dhe dëshirën për të shprehur çdo mendim apo ndjenjë që ke mbajtur për brenda. Është koha ideale për të ndarë idetë e tua me të tjerët, për të mësuar diçka të re ose edhe për të marrë një rol drejtues. Më një shkurt, hëna e plot të luani të jep mikrofonin. Do të ndihesh gati të thuash të vërtetën tënde dhe të çlirohesh nga çdo peshë mendore. Më 3 shkurt, mos u mundo të ndjekësh një plan strikt. Urani sjell papritshmëri që do të ndihmojnë të thyesh rutinën e mërzitshme dhe të gjesh zgjidhje geniale për problemet e vjetra. Nga data 6 shkurt, vëmendja jote zhvendoset te jeta private. Me Mërkurin të peshqit do të ndihesh më nostalgjik dhe do të kërkosh qetësinë e shtëpisë. Kur Afrodita të hyjë te peshqit më 10 shkurt, shtëpia jote do të bëhet qendra e botës. Mund të ftosh miq për festë, të dekorosh ambientin ose të vendosësh të bashkëjetosh me njeriun e zemrës. Më 13 shkurt, Saturni të kërkon të bëhesh serioz me romancën dhe projektet kreative. Mund të vendosësh kufi në takimet e dashurisë ose të vendosësh të bësh një pushim nga takimet për të fokusuar te gëzimi yt personal. Eklipsi i 17 shkurtit të ujori sjell lajme të shkruara në fat. Mund të nënshkruash një kontratë të rëndësishme ose të nisësh një udhëtim që do të ndryshojë jetën. Me hyrjen e diellit të peshqit më 18 shkurt, do të merresh më shumë me familjen dhe të kaluarën. Do të jetë një proces shërues ku do të lësh pas modelet që të mbajnë peng. Megjithatë, më 20 shkurt, mund të përjetosh një zhgënjim në dashuri ose një pengesë në një qëllim që të kishte bërë entuziast. Mos u dëshpëro, diçka e re po lind nga ky fund. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavi nga 25 shkurti, duke sjell pak dramë në shtëpi ose me familjarët. Mund të kesh debate me qiradhënësin ose të rishikosh stabilitetin tënd aktual. Njerëz nga e kaluara mund të trokasin në derë, varet nga ti nëse do t'i lejosh të hyjnë apo do të vazhdosh rrugën tënde pa ta. Bricjapi, paraja është në fokusin tënd këtë muaj, Bricjap. Shkurti nis në shenjën e ujorit, duke të nxitur të rregullosh buxhetin ose të bësh blerje të rëndësishme. Në punë do të jetë një periudhë intensive ku do të kërkosh vlerësimin që meriton, mos hezito të kërkosh rritje rroge apo të aplikosh për një pozicion të ri. Punët e tua të fundit do të marrin vëmendjen e duhur. Më një shkurt, hëna e plot të luani të bën shumë të ndjeshëm. Do të përballesh me ndjenja që i ke injoruar, duke sjellë një çlirim emocional. Nga ana praktike, do të marrësh vendime për financat e përbashkëta. Më 3 shkurt, Urani sjell lajme fatlume dhe të papritura. Mund të ndjesh një shkëndijë të menjëhershme medik ose të kesh një ide gjeniale që të emocionon. Nga data 6 shkurt, me Mërkurin të peshqit, është koha të shprehesh. Ndaj ndjenjat dhe idetë e tua, sepse njerëzit janë kurioz për atë që ke për të thënë. Kur Afrodita të hyjë te peshqit më 10 shkurt, jeta jote sociale do të nxehet. Do të jesh shumë i kërkuar nga miqt dhe, nëse je vetëm, mund të njohësh dikë përmes rrethit tënd shoqëror. Më 13 shkurt, Saturni sjell një atmosferë më serioze në familje. Mund të marrësh një vendim të vështirë për të zhvendosur ose për të vendosur kufi të prerë me të afërmin. Eklipsi i 17 shkurtit të ujori sjell ndryshime fati në portofolin tënd.
Mund të nisësh një punë të re që ndryshon rrjedhën e karrierës tënde ose të shlyesh një borxh të vjetër. Me hyrjen e diellit të Peshqit më 18 shkurt, do të marrësh lajme të reja për kontrata apo mundësi udhëtimi. Megjithatë, më 20 shkurt mund të ndjesh një lloj pasigurie apo trishtimi. Një kapitull që të duke i qëndrueshëm mund të mbyllet, si largimi i një shoku dhome apo ndryshimi i vendit që e quaje shtëpi. Mos u shqetëson nëse nuk i ke të gjitha përgjigjet menjëherë. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavijë nga data 25 shkurt. Kujdes me teknologjinë dhe keqkuptimet në komunikim. Ruaj të dhënat në kompjuter dhe kontrolloj 2 herë mesazhet para se t'i dërgosh. Njerëz nga e kaluara mund të rishfaqen, duke të ofruar mundësinë për të reflektuar, por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbash sërish në jetën tënde. Ujori, gëzuar ditëlindjen, ujori. Ky muaj nis me diellin në shenjën tënde, duke të vendosur në qendër të vëmendjes. Konsideroje këtë si vitin tënd të ri personal, vendos synime të reja, rrezico dhe mos ki frikë të marrësh hapësirën që të takon. Është koha të investosh te vetja dhe idetë tua. Më një shkurt, hëna e plot të luani vë në fokus marrëdhëniet e tua të ngushta. Nëse je vetëm, mund të takosh dikë special, nëse je në çift, mund të vendosni për një hap më serioz ose për një ndarje. Më 3 shkurt, jeta private bëhet e paparashikueshme. Mund të zbulosh një sekret familjar ose të ndjesh një dëshirë të fortë për t'u zhvendosur. Këto ndryshime, ndonse të papritura, do të bëjnë të ndihesh më i lirë. Nga data 6 shkurt, me Mërkurin të Peshqit, vëmendja kalon te paradë. Është momenti të kërkosh rritje rroge ose të rregullosh buxhetin duke prerë shpenzimet e tepërta. Kur afërdita të hyjë te Peshqit më 10 shkurt, puna jote e palodhur do të shpërblehet me oferta të reja ose dhurata të menduara mirë. Vetvlerësimi yt do të pësojë një rritje të madhe. Më 13 shkurt, Saturni të kërkon të merresh me mënyrën si i flet vetes. Është koha të thyesh bindjet kufizuese dhe të mësosh diçka të re. Eklipsi diellor në shenjën tënde më 17 shkurt është një moment kyç, apo tregon veten tënde të vërtet apo po zvogëlohesh për të kënaqur të tjerët. Ky eklips sjell funde dhe fillime të shkruara në fat për personalitetin tënd. Reinvento veten. Me hyrjen e diellit të Peshqit më 18 shkurt, do të marrësh duartrokitjet që meriton për talentet e tua. Megjithatë, më 20 shkurt mund të marrësh një lajm shgënjyes nga një mik ose të përballesh me një bisedë serioze që kërkon vendosjen e kufive. Përdore këtë energji për të kthyer një ëndër të vjetër në realitet përmes hapave konkret. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavijë nga 25 shkurti, duke sjellë vonesa në financa ose pengesa të vogla në punë. Nëse po aplikon për punë të re, ki durim sepse procesi mund të zgjasë. Mos harro të mbrosh vlerën tënde dhe të mos dorëzohesh para sfidave të fundit të muajit. Peshqit, ky muaj të kërkon të ngadalësosh hapat dhe të vendosësh veten në radhë të parë. Peshqit. Shkurti nis në shenjën e ujorit, duke të kujtuar fuqinë e madhe që ka fjala jo. Nëse je ndjer i raskapitur, është koha të mbyllesh pak në shtëpi dhe të rregullosh bateritë. Disa cikle në jetën tënde po mbyllen për t'i hapur rrugë personit që dëshiron të bëhesh. Besoj procesit, sezoni yt po vjen. Më një shkurt, hëna e plot të luani sjell ndryshime në përditshmërinë tënde. Mund të përfundosh një projekt të gjatë ose të vendosësh të thyesh disa zakone që dëmtojnë shëndetin tënd. Më 3 shkurt, një ide gjeniale ose një mundësi e papritur do të ndryshojë mënyrën si mendon për veten. Nga data 6 shkurt, me Mërkurin në shenjën tënde, ti bëhesh personazhi kryesor. Do të kesh më shumë vetbesim për të shprehur idetë e tua dhe për të vendosur synime të reja. Magnetizmi yt rritet akoma më shumë kur afërdita të hyjë te Peshqit më 10 shkurt. Është koha të eksperimentosh me stilin dhe të shijosh vëmendjen. Nëse je vetëm, fati në dashuri është me ty megjithatë. Më 13 shkurt, Saturni të sjell një provë realiteti për financat.
Mund të marrësh më shumë përgjegjësi në punë ose të detyrohesh të jesh më kursimtar me shpenzimet. Eklipsi i 17 shkurtit të ujori do të trazoj botën tënde të brendshme. Do të bëhesh i vetëdijshëm për frikërat që të mbajnë peng dhe do të jesh gati ta lësh të kaluarën pas. Më 18 shkurt, me hyrjen e diellit në shenjën tënde, nis zyrtarisht sezoni yt. Shkëlqe dhe shijo dritën e projektorëve që është kthyer drejt teje. Rreth datës 20 shkurt, një kontratë apo punë mund të mbyllet. Edhe pse mund të ndjesh trishtim, kupto që kjo po ndodh sepse ajo rrugë nuk të përmbushte më. Një shteg më kuptimplot po hapet për ty. Muaji mbyllet me Mërkurin në prapavi në shenjën tënde nga 25 shkurti. Do të rishikosh se te kush investon kohën dhe energjinë tënde. Mund t'ju rikthehesh qëllimeve të vjetra për t'i parë me një sy tjetër, duke krijuar një bazë më të shëndetshme për të ardhmen tënde.